Prodhimi i naftës bruto në Venezuelë pritet të rritet, duke shtuar furnizimin global dhe ndikuar në çmimet në periudha afatgjatë, thonë analistët. Forcat amerikane kapën presidentin venezuelan Nicolás Maduro në Caracas gjatë fundjavës dhe presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni do të merrte kontrollin e kombit prodhues të naftës dhe se embargoja për të gjithë naftën venezuelane mbetet në fuqi. Antari i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC mban rreth 17% të rezervave globale ose 303 miliard fuqi përpara liderit të OPEC-ut Arabi Saudite. Venezuela prodhonte deri në 3.5 milion fuqi në ditë naftë të papërpunuar në vitet 1970, që në atë kohë përfaqësonte mbi 7% të prodhimit global. Prodhimi ra në 2 milion fuqi në ditë gjatë viteve 2010 dhe mesatarisht arriti në rreth 1.1 milion fuqi në ditë vitin e kaluar ose vetëm 1% të prodhimit global. Analistët e JP Morgan thanë në një shënim se me një tranzicion politik, Venezuela mund të arriste prodhimin e naftës në 1.3 deri 1.4 milion fuqi në ditë brenda 2 viteve dhe potencialisht arrijë në 2.5 milion fuqi në ditë gjatë dekadës së ardhshme nga rreth 800.000 fuqi në ditë që është aktualisht. Analistët e Goldman Sachs thanë se çdo rimëkëmbje e prodhimit mund të jetë graduale dhe të kërkojë investime të konsiderueshme. Ata vlerësuan një rënje prej $4 për fuqi në çmimet e naftës në vitin 2030, në një skenar ku prodhimi i naftës së papërpunuar në Venezuelë rritet në 2 milion fuqi në ditë. Në periudha fatshkurtër, perspektiva e prodhimit të naftës në Venezuelë këtë vit do të varet nga mënyra se si do të evoluojë politika e sanksioneve amerikane, thanë analistët e Goldman. Parashikimet për çmimin e naftës për vitin 2026 mbeten të pandryshuara, me mesataren e Brent në $56 dhe atë të Teksasit perëndimor në $52 për fuqi, ndërsa prodhimi i naftës në Venezuelë për vitin 2026 parashikohet të mbetet i pandryshuar në rreth 900.000 fuqi në ditë.